kufizime në qytet. Çfarë lloj bllokimesh po ndodhin aktualisht? Për shembull, aeroportet punojnë, por jo normalisht. Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës njëftoi se do të zbatojnë kufizimet përkohshme dhe leximorët janë të mbyllura, si dhe qendrat tregtare. Për sa i përket rrugëve, kjo është dhe pjesa më e prekur, nga data 6 deri më 9 korrik, rrugë të shumta që lidhin aeroportin SMBO dhe aeroportin e Timezgut me qendrën e qytetit do të mbyllen për trafikun, përfshirë dhe bulevardet kryesore, si dhe zonat të rreth kompleksit presidencial dhe njësor hotelesh si për gazetaren Nada Dosti. Nada, përshëndetje, faleminderit që jeni aty si CNN për këtë bisedë së bashku. Përshëndetje Bruna. Konsiderohet një ndër më të rëndësishme, ndër samitet më të rëndësishme për NATO në vitet e fundit. Por çfarë e dallon atë nga samitet e mëparshme? Dhe si është situata aktualisht në Ankara? Si po e pret Ankaraja këtë samit? Atëherë tani në Ankara po zhvillohet samiti i 36 i NATO-s. Turqia po pret këtë samit për herë të dytë, pas atij historikut në Stamboll në vitin 2004. Kjo po sjell masa të mëdha sigurie dhe kufizime në qytet. Çfarë lloj bllokimesh po ndodhin aktualisht? Për shembull, aeroportet punojnë, por jo normalisht. Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës njëftoi se do të zbatojnë kufizimet përkohshme për trafikun ajror në aeroportin e SMBO të Ankaras në data dhe orare të saktuara, pra nuk ka mbyllje totale, por kufizime të kohëpaskoshme, ndoshta edhe për shkak të formave VIP të delegacioneve. Gjithashtu bibliotekat dhe leximorët janë të mbyllura, si dhe qendrat tregtare. Për sa i përket rrugëve, kjo është dhe pjesa më e prekur, nga data 6 deri më 9 korrik, rrugë të shumta që lidhin aeroportin SMBO dhe aeroportin e Timezgut me qendrën e qytetit do të mbyllen për trafikun, përfshirë dhe bulevardet kryesore, si dhe zonat të rreth kompleksit presidencial dhe njësor hotelesh, si për shembull Marriott, Sheratoni, Hilton e tjerë, ku qëndrojnë këto delegacionet e huaja. Ka dhe disa kufizime tjera, nëse kemi kohë, domethënë mund të vazhdoj, për shembull, ndalohet parkimi i automjeteve në njësor vendesh për gjatë itinerareve zyrtare, kamionçina, tanke, karburanti, betonieret, tërheqëse dhe automjetet të tjerë me tonazh të lartë ndalohen të hyjnë në qytet nga data 5 deri më 10 korrik. Kamionët ushqimor dhe ata me ilaçe me materiale të ndryshme lejon vetëm në itineraret veçanta dhe jashtë bulevardeve kryesore. Gjithashtu është ndaluar plotësisht organizimi i mitingjeve, protestave, deklaratave për shtyp, mbledhjeve në përsheshje dhe shpërndarjes së fletushkave në qytet gjatë kësaj periudhe. Ndalohet fluturimi i dronëve pa leje të veçantë nga prefektura dhe plotësisht gjatë këtyre datave, si dhe motokurierët, pra motoristët për shpërndarje ushqime nuk lejohet të kalojnë nëpër rrugët dhe bulevardet të caktuara për samitin. Periudha e përgjithshme e masave, që quhet domethënë zona kuqe, zbatohet në total nga 28 qershori deri më 10 korrik, pra afërsisht 13 ditë kufizime të shkallëzuara me pikun sot dhe nesër, pra 7-8 korrik, kur zhvillohet samiti. E qartë, pra 13 ditë kufizime, masa të rrepta janë ndërmarrë nga autoritetet turke për këtë samit që konsiderohet i rëndësishëm edhe për marrëveshjet apo për vendimet që do të ndërmerren aty. Por duke qenë dhe vend pritës, Nada, çfarë fiton Turqia politikisht dhe diplomatikisht nga organizimi i këtij eventi të rëndësishëm? Të paktën referuar dhe mënyrës se si e përcjellin mediat turke. Ka disa gjatë këtyre ditëve nëpër mediat kryesore janë shpërndarë edhe disa, domethënë, fakte interesante për sa përket anës të Turqisë. Për shembull, një detaj interesant është moneda përkutimore për 5 lira. Zyra shtetërore e prerjes së monedave prodhon një monedë veçantë për 5 lira në qarkullim normal, kushtuar samitit. Nga ana e kokës ka logon e NATO-s, datën, vendin e samitit dhe një grafik të kompleksit presidencial, ndërsa ana tjetër ka dizajnin standard të 5 lirave në qarkullim dhe në fazën e parë u prodhuan 100.000 copë me plan për 500.000 copë gjithsej gjatë gjithë samitit dhe kjo monedë mund të përdoret normalisht për blerje të përditshme, jo vetëm si objekt koleksionimi. Gjithashtu kemi dhe krijimin ose ndërtimin e një shtabi, një komande qendrore që është ndër më madhështore të forcave të armatosave turke në Timezgut të Ankaras dhe quhet një zyrtarisht domethënë si AILD-s, është themeluar, domethënë themelet u hodhën në gusht vitit 2021 nga vetë Erdoğani dhe po quhet jo formalisht, jo zyrtarisht nga të tjerët si Pentagoni i Turqisë.
pasi do të bashkojnë në një çati Ministrinë e Mbrojtjes, Shtabin e Përgjithshëm dhe komandat e forcave toksore, detare dhe ajrore. Arkitektura e saj është frymëzuar ditë për ditë nga forma e hënës dhe yllit të flamurit turk, dhe kjo ndërtesë madhështore pa hap dyert për herë të parë, pikërisht me këtë summit, dhe aty u zhvillua dhe pritja për ministrat e mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s, plus Australia, Japonia, Zelanda e Re dhe Korea e Jugut, specifikisht në pjesën e kompleksit që quhet Yıldız, pra që është ylli. Një tjetër risi ka qenë edhe performanca e Türk Yıldızlar, që janë edhe turke, dhe është ky timi akrobatik i forcave ajrore, që bëri fluturime provë par dje me 5 korrik dhe fluturime zyrtar demonstroi dje me 6 korrik, rreth orës 3:15, 3:30, mbi qiellin e Ankaras dhe mbi kompleksin presidencial, pra si një spektakël vizual dedikuar liderëve të huaj. Si shihet në Turqi debati për një